Shkolla e mesme artistike Teftatash Kokoço në Korçë është përfaqësuar denjësisht në konkursin Gjiro Klasika duke rrëmbyer 5 çmime të para, 3 prej tyre në instrumentin e pianos, ku mes tyre dhe çmimin Remo Vinci Guera, si dhe 2 çmime të para në violin. Joel Saliu mori këtë çmim të parë për kategorinë e tretë dhe Alex Velko për kategorinë e dytë. Cilat ishin pjesët që interpretove ti në këtë festival? Unë bëra koncertin, kohën e tretës dhe Delia Rudo. Ishin të vështira? Koncerti pak, Delia Rudo, jo. Mi kënaqur. Ishe emocione kur interpretove? Po këtu në Korçë keni vënë disa herë shfaqje në teatr. Si është të interpretosh para publikut? E bukur, me emocionuese. Për mësuesen Iris Myrtollari ishte kënaqësi që nxënësit e saj u renditën të parët. Prurjet që po vijnë vitet e fundit janë vërtet shumë të mira. Interesi dhe përkushtimi qoftë i prindërve por edhe i fëmijëve është goxha i mirë. Gjithë kjo bëri që ne të sillim në Korçë 2 çmime të para të nxënësve të mi të violinës. Ne kemi qenë pjesëmarrës dhe para 2 vitesh, ku Joel Saliu në klasën e parë atëherë u vlerësua me çmimin e dytë, që kështu ne u rikthyen përsëri, por më mirë, duke u përmirësuar dhe duke sjellë çmimin e parë. Ky konkurs u zhvilluar në qytetin e Gjirokastrës, ndërkohë nxënësit e shkollës Teftatash Kokoço janë duke u përgatitur për të marrë pjesë në 2 konkurse të tjera.